Ja, e kuptoj. Po si e kujtoni shpërthimin e luftës, duke qenë që ju pas keni mbaruar edhe studimet në Prishtinë për drejtësi. Dhe si e kujton momentin e luftës, po themi shpërthimin e luftës, cilët kanë qenë, po themi, ato pjesë më të vështira për ju dhe familjen tënde, duke qenë që besoj ju keni qenë në Prishtinë kur ka fillu kjo lufta e 99-ës. Patjetër. Faleminderit. So mos më trajt tje kur e kum ditë që kam e pas këtë intervistë, më kanë shpalu sistemin e traumat e luftës. Përse kjo me arsye jo njerëz me një ndonjë keqardhje, se nuk jemi këtu për me ndi vetën viktim, po ndoshta me kriju një farë me vetëdisu njerëz që sa do kalon koha, trauma mbetet traumë, sidomos për profesionalisht që dojmë ndihmu tjerëve për çështje mendore për shembull. So patjetër mënyra kronologjike në pika të shkurta shpresoj, po të lirisht që të mandërmajnë kohën që ose jemi vonë me kohë. Ne do bëjmë bashkëbisedim të lirë, kështu që mos llogarit kohën. Super, faleminderit. Kujtosh ndonjë gjë nga ato të kohës luftës, sepse të gjithë kemi pas histori të tilla. Unë vetë kam qenë 16 vjeç kur ka fillu. Dhe secili ka ato pasojat e asaj kohe, se janë disa gjëra që kur i merr në fëmijëri janë të evidentueshme më shumë gjatë gjithë jetës, se lemërëm një moshë pak më të rritur që i kuptoni më mirë gjërat e i ndryshojnë. Historia e luftës, duke qenë që keni mbaruar edhe studimet në Prishtinë për drejtësi, si ka qenë, po themi në atë kohë, duke qenë që ke përjetu edhe helmimet e nxënësve studentëve të thënatën, mos gabojmë, apo në 10-ën, edhe më mbrapa, dhe si ka qenë kjo jetë në Prishtinë, fakt, si studente? Unë Prishtinë, për shembull, kujtohen këto helmimet kur kanë qenë si studente, kurse unë studente koqe jam pas shmet, normal dhe mosha e tregon të veten. Për shembull, helmimet kujtohen mande marrja e përgjakshme në Prishtinë, do gjana kërcënimet normal të luftës, vitin e parë dhe dytin fakultetin juridik kum pas faqisht krynash në objekte shkollore, mande tmeri fillon në pika shkurta normal piceki për çështje të kohës, mande tmeri tjetër ka fillu që u supremu ndër prej edukimin e shkollës shqipe nga regjimi i Beogradit dhe tmeri që ka fillu që si sot kujtohet me traumë të veçantës që kemi fillu shkollat në objekte shkollore jo shkollore fatkeqësisht në shtëpia të pandërtuara. Kanë qenë vetëm tullat, në kohë të ftofta për shembull shtëpiat pa ndritare, pa të ndërtume, ka vazhdu shkollimi që sot jam shumë falenderuar normal për dinë të shkollës, drejtorit dhe gjithë advokatëve kurdo që e ka organizu, për ka qenë të merr i madh, sepse mas pari ka qenë një periudhë që ka shprastit që nuk kemi shku në shkollë fare.